Ditën e sotme, policia e Tiranës ka njoftuar se Deni Selimllari dhe Ken Selimllari kanë dhunuar një polis për shkak të detyrës dhe pas shoqërimit në komisariatin nr. 2 në kryeqytet, ata kanë thyer kamerat e sigurisë dhe derën e dhomës në sallën e parë burgimit. Por nuk kanë mbaruar me kaq. Të rinjt kanë kërcënuar një tjetër efektiv gjatë kohës që ndodhin në ambientet e komisariatit. Deni dhe Ken janë dy djemtë e ish-ministrit të Shqipërisë, Valbona Selimllarit. Por kjo nuk është hera e parë që djemtë e Selimllarit përfshihen në një skandal të tillë. Në verën e këtij viti, dy të rinjt u përfshin në një sherr masiv me grushte dhe shkelma në jug të vendit, me nipin e ish-deputetit Mark Froku, Leon Froku, si dhe nipin e ish-ministrit Lefter Koka. Shkaku i këtij sherri dyshohet se erdhi prej konflikteve të mëparshme për një vajzë. Po ashtu, më 12 janar të këtij viti, Deni Selimllari ra në prangat e policisë në qerret të Kavajës, pasi që denoncuar nga një shtetas se kishte vjedhur një orë në bashkëpunim me disa persona të tjerë. Në atë kohë, gjatë kontrollit policor, ju gjet në panesë edhe një sasi kanabesi. Edhe pse shumë herë pjesë e titujve në media për skandale të ngjashme, profilet e dy të rinjve në rrjetet sociale janë të hapura, ku postojnë foto nga jeta luksoze.